Ku jemi këtu me bashkimin e datës 6 dhjetor të 2025. Është një ditë shumë e rëndësishme nga çështjet që lidhen shumë me çështjet ekonomike, financiare, lidhe me biznesin, por kjo që do të ndikohet për ditën e sotme, sepse data 6 është një ditë mjaft e rëndësishme për shumë njerëz, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me biznesin, lidhet me gjërat e tjera. Zakonisht për disa është ditë pune dhe ditë shumë rëndësishme, ditë e lodhshme. Për disa është pushim, ditë e shtunë gjithmonë ka një ndikim të tillë, por gjithsesi unë mund të them që kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj dhe ka të bëjnë me çështjet e karrierës, në lidhje me biznesin, në lidhje me ndryshimet të mëdha. Po çfarë ndodh me datën 6? Pse është kaq e mirë?